Ish diplomati Amerikan Christopher Hill e nisi dëshminë e tij të hënën në gjykatën speciale në mbrojtje të Hashim Thaqit. Ish emisari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës, i përshkruajti ushtarët e UÇK-s si strukturë që dëshironte të jetë pjesë e një ushtrie me hierarki vertikale. Unë mendoj që ishte më shumë përpjekje për të treguar se ishte një ushtri në mënyrën tradicionale me hierarki vertikale. Ishte një orvatje për të na treguar ne se ne kemi struktura normale politike ushtarake dhe ne ti merrnim seriozisht. Hill dëshmoi edhe për një takim me Thaqin, të cilin e përshkruajti më shumë si tip universitar se sa ushtarak. Ai fliste butë në mënyrë të mendueshme dhe mu krijua përshtypja që ai ishte i përshtatshëm për një mjedis universitar, sesa për një mjedis ushtarak. Christopher Hill tha se pas Slobodan Miloševićit, askush tjetër nuk i ka thënë se Thaqi ishte i përfshirë në tortura ose abuzime të drejtave të njerëzit. Sipas Hill, atë kohë për palën serbe fliste ish presidenti i Serbisë Slobodan Milošević. Ai pranon se për palën shqiptare ishte e vështirë të gjendej dikush që bisedonte me autoritet. Këtë vështirësi e pati edhe me UÇK-n. Problemi i madh natyrisht është se me UÇK-n ishte pa aftësia dhe pa mundësia për të gjetur një udhëheqje aty, për të gjetur njerëz që flisnin me autoritet aty. Së fundmi Hill shërbeu si ambasadori SBA-s në Serbi.